Unë jam kthyer në Shqipëri dhe shpejt do ju bëj një story time se si kalova në Itali. Po, pikë së pari këtë njeriu këtu duhet ta rregullojmë pak. Nga ana shëndetësore jam shumë herë më mirë. Do me thënë jam e rikuperuar, mund të them 99%, jo 100%. Vendi ku unë shkova në Itali ishte në Firenze. Tani mund të them me plot gojën që Firenze ishte goxha e shtrenjtë për xhepin tim. Kuzhina për ato që unë kam provuar nuk më kam pëlqyer fare. Do me thënë në raport me çmimin që ato kishin, sepse patjetër lekun ta merrte vendi, jo shërbimi. Do thoni ju se lexova dhe komente ke vajt në Firenze dhe s'ke provuar Fiorentin. Unë mishin personalisht nuk e ha. Shoqet e mia që e hanin morëm dhe Fiorentin. I pëlqeu. U ka pëlqyer shumë mishi, jo thjesht u pëlqeu. Po për gjërat e tjera nuk mund të them të njëjtën gjë. Kështu që rrini të qetë për këtë pjesë që kemi provuar apo jo Fiorentin, sepse po, kemi provuar. Kanë provuar ato më saktë, unë nuk e ha mishin. Nëse do shkoni në Firenze, duhet ta keni goxha xhepin të mbushur. Teknikisht pastat dhe pizzat mbahen si specialiteti i Italisë dhe unë kur i provova se nuk dua të dukem as si negative, po sinqerisht nuk është se më kanë lënë ndonjë mbres që nga një vend ku kjo gjëja është krijuar nga këta njerëz, nga kjo kulturë do me thënë, nuk është se më lanë ndonjë mbres, shumë herë më të mira i bëjmë këtu në Vlorë. Dhe schiacciatat që i provova, kisha dëgjuar, nuk e di, dhe të tëra këto gjërat që kam provuar, më besoni nuk i kam provuar në lokale lagjeje apo në rrugica. Jam provuar tek më të famshmet që kam pasur review-t më të mira, qoftë në TikTok, qoftë në rrjetet sociale apo edhe në Google. Pra, më të famshmet në Firenze. Disa mund ta kenë provuar schiacciatën, mund t'u ketë pëlqyer, mua personalisht nuk më pëlqeu. Ishte edhe një restorant që ja vlente ta provoje, do bëj një pjesë tjetër, një video tjetër do me thënë, vendet që vërtet duhet veni t'i provoni dhe që avlenin. Morëm dhe mendjen e një nga shoqeve të grupit dhe vajtëm hëngrëm sushi në Firenze. Skandaloze, më falni, por ishin skandaloze. Kam bërë dhe një video që t'ua demonstroj dhe juve, t'ua demonstroj, t'i shikonit me sytë tuaj se çfarë lloj sushish ishin. Kështu si vend ishte shumë i bukur. Por një vend që nuk duhet të lini pa e vizituar me patjetër, nëse shkoni në Firenze duhet të shkoni dhe në Toskana. Toskana ishte pjesa më e bukur e udhëtimit, ishte një fshat jashtëzakonisht shumë i bukur. Aty në Toskana kemi ngrënë dhe këtë mishin fiorentin që e ngrën vajzat, unë hëngra gjëra të tjera në një restorant. Patjetër që më të detajuara me emra do e bëj një video tjetër. Kemi vajtë tek vendet më të famshme që bënin çokolata akullore si Venkinino. Patjetër që do futesha edhe në Sephora, madje kam bler disa gjëra dhe te Venki dhe te Nino kam bler. Do ju bëj një unboxing në një video tjetër. Dhënjet nga punësia e ekonomiste i kam shkëputur. Kjo do të thotë që jam totalisht në dispozicionin tuaj për të lënë dhe për të bërë oraret. Pra ju mund të rezervoni orare make-upi në çdo orë të ditës. Unë tani po bëjmë gati që të shkoj tek një nga punët e mia, që është Kej Cafe. Siç e keni kuptuar, unë tashmë punoj tek Kej Cafe, merrem me pjesën e marketingut. Unë besoj shumë fuqishëm në karma dhe mendoj që të gjithë një ditë marrin atë që meritojnë. Okej, unë mbarova me make-upin edhe flokët i rregullova pak, do nisem për në punë. Ika ju puth.